Zote Asha, ta kthejmë pak më qytetare bisedën, në kuptimin e nevojës, se du ta lidh pak se edhe titullin e ekran është ngrica borë dhe goma vere, në fakt. Një qytetar referuar kodit rrugor, por edhe domosdoshmërisë, një qytetar në Vlorë, në Lushnjë, në Fier, në Elbasan, në Tiranë, a du të përdori dhe e goma dimri, sepse në ditën që përmendem rastin e 2 janarit, publikoha një rast, më thënë sepse për vërtet pash makina edhe të shumë shtrejta me goma vere, cilat nuk esnin dot në rrugën e Kombit. Edhe publikoha më pas një status kur ndalova diku që ka nevojë, qoftë se duhet zbatohen disa rregullat, ligjet, vendohet të përdoren goma dimri, rastet e aksidente janë më të vogla. A duhet ti kemi këto ne, ti përdorim, sepse goma në gjykimin tim dhe ju ma thoni më mirë, gomat e dimrit nuk janë vetëm për borë dhe akull. Për akull janë ato, janë zinxhiret. Goma e dimrit ka një kufi temperature 7 gradë Celsius. Pra në qoftë se temperatura nga 7 gradë do t'ullet poshtë, bëhet detyrim goma e dimrit. Sepse rritën cilësitë e saj, që nga numri i kapjeve e të tjera, elementve, materialit e gjitha. Pra, ju përmëndet pjesën jugperëndimore. Gomat e dimrit kanë dhe një cilësi që në ujë është ai famshmi aquaplaning, i cili ka sjell shumë aksidente të rënda, për shkak se drejtuesit e mjeteve nuk e kanë parasysh që në qoftë se sasia e ujit mbi sipërfaqen e asfaltit rritet deri në sa centimetra, atëherë në qoftë se ti je me shpejtësi mbi 75-80 km/h, ti nuk ke më sistem drejtimi. Sistemin e drejtimit tënd e ka uji. Rastin konkret, kompania Mirëmbajtjes e di dhe e ka ndihmuar tash me 2 tabela, kemi unazën e Lushnjës, ishte një pikë në të cilin me 10 Foristrada, është interesante edhe kjo, Foristrada të tipit Range Rover, përfundonin të gjitha në ugar, sepse kursi e krautmajt nuk arrinte do ta hiqte të gjithë ujin. Dhe këta futeshin dhe përfundonin atje. Tani ajo është përmirësuar me sinjalistik, që do të thotë kur bie shi, kujdes sepse rrshket, dhe çdo drejtues mjeti kur shikon tabelën, natyrisht bëhet i përgjegjshëm. Unë them se dhe ne në Shqipëri, për të gjitha arsyet, kemi nevojë të përdorim gomat e dimrit ose të verës, ka dhe disa goma që quhen force zone, ku çfarë kanë emërtimet e tyre, po gjithmonë duhet të jenë cilësore të markave të njëjtura që mbajnë një lloj përgjegjësie në prodhim. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, se po na vin goma nga Kina, unë nuk jam për turke kineze, por marka pastaj është në varësi të mundësive të çmimit. Tash shiko, unë e kam përmendur shpesh herë. Në qoftë se merr një automjet, ke kosto. Kur hodha statusin më usulen me postime, jo po kosto, të lutem, po more makinë, ke marr kosto. Tash të kesh makinë Range Rover dhe ti vësh goma kineze, është një absurde që nuk, sepse vetëm ndrimi vajt aty i bën 1 milion lekë.